Në qoftë se një makinë ecë me shpejtësinë e dritës dhe hap në moment dritat e gjata që ka përpara, çfarë ndodh me dritat? Radhë parë, makina nuk mund të ecë me shpejtësinë e dritës, megjithatë e marrin sikur ajo ecën dhe në sistemin e makinës që po ecë me shpejtësinë e dritës, dritat e gjata, dritat përpara do hapen siç hapen zakonisht kur ne kemi makinën të qëndruar në vend ose kur duke ecur në rrugë. Njësoj do hapen njësoj. Nuk ka asnjë ndryshim në sistemin e makinës që po ecën, pavarësisht nga shpejtësia që ajo po ecën, qoftë me shpejtësinë e dritës. Megjithëse është e pamundur. Ndërsa për ne që e shohim makinën që po ecë me shpejtësinë e dritës, ne do shohim që objekti ndërkohë që i afrohet shpejtësisë së dritës, vjen edhe shkurtohet. Bëhet më i ngushtë në drejtimin e lëvizjes. Dhe kur makina arrin shpejtësinë e dritës, i bie që makina të jetë thjesht një vijë me lartësinë e makinës dhe me gjerësi zero. Makina do shtypet për ne, do duket si një vije vertikale. Kështu që makina, si dhe drita që vjen e përhapur para makinës, neve do na duken me trashësi zero, në të njëjtën gjerësi. Dhe realisht ne kësaj themi fotoni i dritës. Do kthehet në një foton drita. Për ne, drita e makinës hapet me shpejtësinë e lëvizjes së makinës, ndërkohë drita në lidhje me makinën, sistemin e makinës që po ecë me shpejtësi drite, drita do vazhdojë të ecë përpara. Këto janë dy sisteme komplet të ndryshme referimi, lidhe me njëra tjetrën. Që në momentin që fotoni formohet nga atomi, ai nis të lëvizë me shpejtësinë e dritës, me 300.000 km/s. Dhe vazhdon të lëvizë deri në momentin që ai absorbohet në një atom tjetër. Gjatë gjithë kësaj rruge që fotoni lëviz, qoftë kjo e shkurtër ose me mijëra miliarda vite dritë, fotoni nuk përjeton kohë as hapësirë. Për sistemin e fotonit, fotoni që në momentin që formohet, ai absorbohet direkt nga atomi tjetër. Për fotonin, universi ka dimensionet e një pike dhe universi nuk ekziston në kohë. Ndërsa për ne e shohim fotonin i cili ekziston në kohë, zjat në kohë dhe zhvendoset në hapësirë. Për lëndën, universi ka hapësirë dhe kohë. Ndërsa për energjinë, universi nuk ka as hapësirë, as kohë.